Libani mund të bëhet Gaza e ardhshme. Ky është paralajmërimi i radhës që vjen nga shefi i OKB-s për ndihmat humanitare. Kam frikë se Libani mund të jetë Gaza e ardhshme, ka thënë Tom Fletcher. Dhe paralajmërimi i tij vjen pasi sulmet e Izraelit janë përqendruar kryesisht në Libanin jugor dhe në periferitë jugore të Beirutit. Deklaratat e tij vijnë pasi ministri i mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ka paralajmëruar se libanezët e zhvendosur nga shtëpitë e tyre nuk do të lejohen të kthehen derisa të garantohet siguria e izraelitëve në veri, duke bërë krahasime me Gazën. Ndërkohë, ministri izraelit i financave theksoi se periferitë jugore të Beirutit mund të reduktohen në diçka që i ngjan Khan Yunis në Gaza, i cili u shkatërrua pothuajse plotësisht nga Izraeli gjatë luftës së tij kundër Hamasit. Autoritetet libaneze deklaruan se më shumë se 900 njerëz janë vrarë në Liban nga sulmet izraelite, ndërsa më shumë se 1 milion janë zhvendosur.